Samiti i Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor u zhvillua në Bruksel. Një tjetër pikë takimi është Shqipërisë me Europën në nivelin më të lartë, ku u bë bilanci i progresit tonë si rajon drejt BE-s dhe ku Shqipëria u gjend në kushtet më të mira në sytë e Europës. Si rezultat i punës madhe dhe i arritjeve pozitive këtu në shtëpinë tonë. Theksova se hapja të gjithë kapitujve të negociatave për ne përbën një inkurim shumë të madh, por përsërita domosdoshmërinë që Komisioni Evropian dhe patjetër edhe të gjithë udhëheqësit e shteteve anëtare të pranishëm në Këshillin Evropian të respektojnë marrëveshjen për përfundimin e negociatave brenda 2027-s. Duke nënvizuar se anëtarësimi i Shqipërisë edhe i vendet të tjera të Ballkanit duhet përshpejtohet politikisht. Kam nënvizuar po ashtu se Shqipëria pa diskutim do t'i vazhdoj reformën modernizuese dhe do t'i vazhdoj pa u lëkundur përpjekjet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, jo për Brukselin, por për interesin ton strategjik kombëtar.